është interpretim krejtësisht i ngushtë nga ona PZAP-s, nga ona PZAP-s, nga pozicioni i LDK-s është veprim politik. Ankesa e LDK-s është aksion politik, është aksion i pastër politik, si goditje ndaj kundërshtarëve të saj, duke paragjykuar vullnetin e qytetarëve dhe bashkëdhetarëve. Pse duhet ta paragjykoj LDK vullnetin e atyre votuesve atje? LDK thotë që në zgjedhjet e fundit doli e para në zgjedhjet lokale. Atëherë, pse po angazhohet për ta vështirësuar procesin e pjesëmarrjes së bashkëdhetarëve? Po pse vështirësohet nëse flasim zoti Rostemi kështu pak hapur? Padyshim. Janë mundësia të votosh përmes postës, janë mundësia që të votosh në konsulatat, pra gjithsej 30 apo ambasadat kanë qenë në 8 shkurt, se votohet një ditë para, në 8 shkurt të këtij viti. Pra, nuk është që s'ka dhe mundësi. Pse duhet bëhet në secilin vend? Dhe jashtë kornizës ligjore? Jo, e para nuk është jashtë kornizës ligjore, këtë do të argumentoj pak më vonë, e dyta do të për të përgjigjur në pyetjen juaj. Shikoni, ne kemi mërgat të madhe dhe kemi përgjithsisht të përqendruar në disa vende evropiane. Ndërkohë që jemi shtet i vogël, shtet i ri e me kapacitete të kufizuara fizike për pjesëmarrjen, për t'i ofruar mundësinë bashkëdhetarëve të votuar. Domethënë kemi shumë mërgat të përqendruar në disa vende evropiane, ndërkohë që objektet në kuptimin fizik të fjalës, ndërtesat e ambasadave tona dhe të konsulatave janë të vogla, janë të pamjaftueshme për këtë, le të themi, vullnet, gatishmëri, por edhe kontingjent, le të themi, të votuesve që jetojnë jashtë vendit. Domethënë është e pamundur ambasadat tona në Gjermani dhe në Zvicër, qofshin edhe konsulatat, që të absorbojnë interesimin dhe potencialin e bashkëdhetarëve tonë për të votuar. 76.000 kanë votuar për shkakun në zgjedhjet e fundit. Po kanë votuar, por ama mundësia, potenciali është shumë i madh. Domethënë veç Zvicra mund të ketë potencialisht disa qindra mijëra shtetas të Republikës Kosovës. Janë mbi 200.000 llogaritet. Që kanë dokumentet e... Po s'do të thotë që gjithë janë të interesuese, edhe në Kosovë janë gjithë interesuar. Po këti e ki për përgjegjësi institucione e si shtet me afru mundësinë. E dyta, nuk bëhet fjalë për... Politikisht nuk e kam as tagrin e as detyrën me sqaruar se për çfarë objekte bëhet fjalë. Po megjithatë do ta them. Kjo është përgjegjësia e KQZ-s dhe bashkë me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Por nuk jam bëhet fjalë për qendra kulturore, për salla sportive, të karakterit të këtyre qendrave që përdoren qendrat të numërimit në Kosovë, madje më thanë përfaqësuesit tonë në KQZ që disa prej tyre janë përdorur si qendra të votimit edhe nga vetë shtetet nikoqire, përkatëse, domethënë. Gjermania i ka përdorur për zgjedhjet veta këto. Po, që Gjermania me siguri me ligje ka të parapomat pjesë. Ati po, por desha të them që këto hapësira në kuptimin ligjor janë zgjatimi përfaqësive diplomatike. Domethënë janë hapësira në administrim të përfaqësive diplomatike tona atë ditë. Domethënë kanë karakterin, le të themi, edhe të statusit të vetë përfaqësive. Janë hapësira të marrura në shërbim, në shërbim të përfaqësive. Mund të jenë në shërbim, por nuk janë zgjatim. Jo, zgjatim në kuptimin e operacionit. Në operacionit zgjedhor, sepse ambasadat dhe konsulatat ditën e zgjedhjeve kanë këtë status, nuk kanë status tjetër. Po, që kanë brenda hapësirave të veta, cilat mund të sigurojnë, apo jo? Në kontekst të hapësirave të kufizuara, këto qendra alternative duhet të shihen si zgjerimi kapaciteteve të vetë përfaqësive diplomatike. Duket se në debat i mbyllur, me gjithë respektin, po ju nuk duhet ankimoni, apo jo? Jo, besoj që do të ankimomi në Gjykatën Supreme. Okej. Po, besoj që do të... Jo, besoj, po unë fuqishëm jam i bindur që do të bëjmë ankesë në Gjykatën Supreme. Ju besoni fuqishëm, por a e dini nëse është duke u përpiluar ankesa? Se po flasin tash, kemi 27 ditë dhe në mbajtjen e zgjedhjeve. Unë jam i bindur që do të ankomi, do me thonë, nuk po du me thonë fjallën në fundit, sepse janë autoritetet përgjithse edhe që janë duke punu edhe vendosin në le themi në instancë fundit, por unë jam i bindur që do të ankomi dhe do të ankomi në Gjykatën Supreme, ka argumente pa fund, dhe me të leoni t'i jap edhe një dy argumente të përgjithshme. Shiko, po të ishte ankesa e LDK-s, për mbarvajtjen e procesit që në këto qendra të votimit, për mungesën, le të themi, hipotetikisht të masave të sigurisë, do të kishte kuptim. Por
kjo ankesë nuk është për integritetin, për ecurin, është thjesht refuzim si aksion politik për të pamundsuar dhe për të ngushtuar mundësinë e pjesëmarrjes së një kontingjenti të caktuar të bashkëdhëntarëve. Veç ta kemi qartë një gjë, nuk e ka bë LDK-ja anulimin e këtij procesi, ka bë PZAP pra ja ka njohur. Unë thash në fillim, interpretimi i ngushtë i PZAP-s, aksion politik nga ana e LDK-s. Domethënë, aksion politik ashiqare për të ndikuar në kufizimin, edhe këto mbase do të flasim se më duket që kur gjithë karakteri i këtyre zgjedhjeve, nga sjellja e opozitës, është më shumë përpjekje në vend se të ishte, le të themi, nëpërmjet alternativës politike për të shtuar votat për vete, siç është zatën kudo në demokracitë e mirëfillta, gjithë strategjia dhe gjithë fushata e opozitës është se si ta zvoglojmë vetëndorsin. Mos është përpjekje politike nga gjitha anët, edhe ju të mobilizoni, është e drejtfundja politike ajo, por edhe akuza për shembull e zotit Abdigjiu, tash ju jeni vetëndorës, po ta kisha dikot LDK-s do e pyesja se ai dha akuzë të rëndë, pra përpjekje ende pa filluar procesi zgjedhor, ai dha një konstatim shumë të rëndë, pra që ju po provoni të vjedhni Unë e thash edhe do të flas edhe pak më shumë edhe për këtë. Se ne po hymë në një cikël ku rrezikojmë kontestimin pastaj. Nëse e kemi për të mobilizuar, domethënë bashkëdhëtarët, kjo është tipike legjitime për partitë politike. Po pra. Këtë duhet ta bëjmë partitë politike. Domethënë partitë politike në fushat duhet të angazhohen për të nxitur pjesëmarrje sa më të gjerë e sa më masive në zgjedhje. Dhe ndërkohë që është e pazakont çfarë po bën LDK. Domethënë, LDK po dekurajon votuesit. Domethënë, po vendos barriera, po vendos vështirësi, po vendos pengesa. Ku ka hallin sipas jush LDK këtë? Unë mendoj personalisht që shqetësimet e LDK-s ose le të themi arsyet e një veprimi të tillë të LDK-s në raport me këtë çështje janë dy. E para e ka hallin e një pjesëmarrje masive në një mbështetje të madhe për vendosin, dhe e dyta që ndërlidhet me atë skemen e manipulimit të vota me post. Mos harro, ata i kanë manipuluar vetëm votat me post. Domethënë LDK në ambasada ka qenë e treta e katërta, diku edhe pas AK-s në zgjedhjen e Shkurtit, ndërkohë që në votat me post ka qenë e dyta larg të tretës, larg PDK-s. Domethënë që 26% ka. Domethënë që ka ishte se në fundit ishte dashme pas trend të njëjtë, sepse nuk mund të themi që votuesit e LDK-s janë aq dembel sa pritojnë që shkojnë të votojnë fizikisht në ambasada, ose jo vihet tërp që të paraqiten si votues LDK-s në ambasada. Atë nuk e shkruan në ballë se janë të LDK-s atë si ka mundësi që të ketë 26% tek operacioni i votimit me post, ndërkohë që të ketë le të themi 6% tek votimi në ambasada. Apo thoni, vetëm ta dëshifrojmë më lart, zoti Rostemi, apo thoni që halli i LDK-s është që para se të filloj procesi ta përbaltos pak që ta mbuloj parregullsinë e skaluara, sa këtë jeni duke thënë? LDK nuk mund ta përbaltos, LDK ka qëllimin që ta ngushtoj hapësirën e votimit fizikisht në ambasada dhe konsullata, që ta zgjeroj mundësinë e manipulimit të votave me post siç e ka përmendur Shko. Po si mund të bëhet manipulimi i votave